Inspektorati Kombëtar i Mbrojtjes së Territorit ka njoftuar se gjatë verifikimeve në projektin zhvillimor Durrës Marina janë konstatuar zhytje në 2 objekte ndërtimi, duke kërkuar ndërhyrje të menjëhershme për garantimin e sigurisë strukturore. Sipas IKMT-s, një grup i posaçëm inspektimi u ngrit me pjesëmarrjen e përfaqësuesve të Agjencia Zhvillimit të Territorit, inspektorëve vendor dhe specialistëve të Institutit të Ndërtimit. Kontrolli u fokusua në 2 godina banimi dhe shërbimi në zonat A02 dhe A04 të projektit, të cilat ndodhen në fazën e sistemimeve të jashtme. Raporti topografik i Institutit të Ndërtimit konfirmoi se një prej objekteve ka pësuar ulje deri në 28 cm, ndërsa objekti tjetër rreth 18 cm. Pas këtyre konstatimeve, IKMT i është drejtuar zyrtarisht kompanisë zbatuese, duke kërkuar hartimin dhe zbatimin urgjent të projekt përforcimeve teknike për stabilizimin e strukturave. Institucioni thekson se çdo ndërhyrje duhet të marrë më parë miratimin e autoriteteve përgjegjëse për të garantuar respektimin e standardeve teknike dhe ligjore të ndërtimit. IKMT deklaron se do të vijojë monitorimin e situatës në bashkëpunim me institucionet përkatëse deri në garantimin e plotë të sigurisë në kantierin e projektit.